deshëm apo s'deshëm ta pranojmë ndoshta në një pikë depresive, por që me gjithë zamër dhe shpirt ja uroj që të reflektoj edhe kjo eksperiencë që ajo ka pasë t'i shërbej në profesionin, në karierën e saj, besoj që ka një tardhme të jashtëzakonshme mediatike, qoftë si aktore, qoftë si këngëtare, ose pse jo edhe në ekrane televizive. Kjo është që du të them për Eglin, i uroj rikëthem sa më të mirë dhe më të shishë. Në këtë pikë do doja të dëgjoja pak edhe Inën që është ullur. Mos e bojmë viktim Eglin. Daljen e Eglit lutem mos ja paturojmë gjestit, se ekziston një lloj tendence në përgjithësi qoftë nga komuniteti i gazetarëve ose pjesëmarrësve që paturimin e emocionet e Eglit që ka kaluar në një fazë depresive t'ja paturojnë gjestit. Do flasim edhe për gjestin pas pak që t'i marrim gjithë situatat me radhë. Do doja të pyesja Inën sepse sot ti këtu je ulur jo vetëm si opinioniste por edhe si psikologe. Kështu që sipas te nga ana psikologjike çfarë do të thonë, çfarë duan të thonë këto mesazhe? Atë ndërhyrje do të bëja, dua që të kemi pak kujdes me termat, se u përdor termi depresiv dhe ne në zhargon ndoshta dhe përdorim për situatat, po në fakt depresioni nuk është një gjë që ne mund ta themi pa mbajt pikë përgjegjësie që ky njeriu mund të jetë në depresion, sepse ka një psikiatër që diagnostikon depresionin. Nuk më takon as mua dhe aq më pak ta gjukosh nga ekrani. Unë nuk mendoj që Egli po shfrytëzon situatën, mendoj që ajo ka pasur një nevojë që të komunikoj dhe ka një detyrim ndaj ndjekësve që janë vërtet të shqetësuar, sepse Egli ka një numër shumë të madh ndjekësish që e duan. Në fakt Francesca pati një lloj të drejtë, edhe pse ajo fjala na udhim tingëllon pak keq, po unë e kuptoj që nuk e ka me termin që është viktim dhe na udhims. Patjetër që ngjalli keqardhje dhe shumë vajza krijuan një empati dhe ne duhet bëjmë shumë kujdes me diçka. Gjërat amplifikohen brenda shtëpisë së Big Brotherit dhe ti thuash dikujt obsesive nga ekrani për në një ambient ku të gjithë janë me të gjithë, më duket pak e egzageruar. Pra, nuk do ta quaja obsesion atë që ndjente Egli për gjestin, dhe sa për faturimin do ja shpjegoj unë Arbrit, sepse ishte gjesti ai që do flasim për gjestin. Na si shikus komentojmë edhe mundohemi të deshifrojmë ato që shohim. Tani ne në qoftë se reagimet edhe veprimet e Eglit nuk kanë qenë fazë depresive, unë nuk di çfarë emërtimi ti vë tjetër. Atëherë, ajo e tha vetë, më fal një sekondë, ajo e tha vetë Arbër që unë e kam kaluar një periudhë depresioni dhe unë e mendoj që pak a shumë Egli është fokusuar jashtëzakonisht shumë te gjesti dhe kjo lloj ndjenje, mendoj unë gjithmonë, e çoi atë të bijente në një çfarë faze? Fazë egzaltimi? Jo në fazë egzaltimi, po përdorni dy terma psikiatrik që nuk keni fare mërzie. Në një fazë mërzie. E para njërë në qëtë të themi që një vajzë që ka kaluar një problematik të shëndetit mendor, në gjën e parë që hast, në një gjë që e trishton, që mos ta normalizojmë në këtë gjën dhe tani ta egzagjerojmë deri në nivel që është një problematik e shëndetit mendor. Arbër, më fal një sekondë, po në qoftë se është depresion, Arbër. Në fazë të çrregullimit mendor. Kushta? Sa po e thatë? Kur more? Jo tashmë, fjalin para prapë. Ka shans. Jo më ka shans, thuni regjistrat e kthem po. Nuk ka shans, Arbër, regjistroj pak edhe këto të mijat. Në momentin që ti thua epitete, unë tash për shkrimin që e dhash unë është në raport me situatën që po e morën vesh Arbër, se e the dy herë këtë gjë. Nuk du më di çfarë faze tjetër. Po pra e mora vesh, unë mendoj që ka kaluar një fazë mërzie, ka kaluar një fazë. Nëse një djalë dëgjojmë njëri tjetrin. Çdo person që është në Big Brother dhe besoj që ti me eksperiencën tënde në Big Brother, ashtu siç e kam pasur dhe unë eksperiencën, aty bukosesh dhe vjen një moment që të duket vetja sikur ti je i parëndësishëm. Dhe unë besoj që Egli këtë fazë ka kaluar, që i duket vetja parëndësishme. Në momentin që ajo doli nga shtëpia dhe e ke me fakt, nuk është se po ta them unë, bëri direkt një story për njerëzit që kanë ndjekur. Pra Egli ka qenë aq aktive sapo ka dalë nga shtëpia, ka lexuar të gjitha mesazhet e Instagramit, se në momentin që thot po më pyesni shumë, atëherë si mendon ti që ka rënë në depresion, se ti vetë po e thua. Unë po besoj që po nuk mund të thuash depresion. Është një periudhë jo e bukur për Eglin, po unë nuk e mendoj që është depresion. Secili prej nesh, kur futemi në një format tillë, kemi njerëz përreth që më mbajnë
që na këshillojnë, që marrin në telefonin tonë shkruajnë, pikërisht domethënë. Ndoshta nuk ka qenë Egli pikërisht ajo që ka bërë statusin, ka mujt me qenë ëma, ka mujt me qenë motra, domethënë mos i marrim gjanat konçeza. E preme me thikë, po në momentin që ka dalë jashtë, unë mendoj që njeriu kur del jashtë asaj shtëpie, po nuk është çështja të flasim tani a është Egli në depresion apo jo, se ka pasur një psikolog Big Brotheri. Pra nuk është Po, duhet jemi, e vërtet duhet jemi pak më të kujdesshëm. Persona plotësisht me juve, është e vërtetë që apo thoni ka kaluar një fazë. Big Brother i tutelon banorët brenda së shtëpisë në këto nivele. Faza e saj të di, a do të rikthehet Egli në Big Brother? Po, pikërisht, është e vërtetë dhe madje do doja ta dëgjoja pak Franceskën, 1 minutë Arbër, lutem. Nëse Egli rikthehet, një përfundim surreal, që vajza ka qenë emocionalisht në mënyrën më perfekte të mundshme, sa që e ka shty me dalë me thonë, unë jam super okej, jam të kalu një fazë fantastike dhe po dalë. Nëse është që kjo ajo që duhet me thonë për theme. Do të shojmë realitetin me një syre ajë. Se të jesh ekstrem në të gjitha, ose është edhe emocional. Ti vëm pak që falni, nuk ekziston me radhë. Ti shikosh gjatë në ekstreme, në dy ekstremet e tyre, kjo është ti vëm pak pikën me ndihmën e Ienës, sa ka ndikuar, një sekond. Ka gjë, vazhdo. Të lutem, mund të respektoni fjalën se pastaj nuk dëgjojmë asgjë. As nuk la kuptojmë. Pastaj mund vazhdosh një specializim për psikiatri dhe mund të vish këtu mbas 15 vjetësh të na diagnostikosh depresionin. Tani të lutem, bëj gazetarin dhe mos fol për shëndetin mendor sepse kjo është një temë që i prek të gjithë. Po, pikërisht prandaj ti vëm pikën me Ienën, që është këtu për të folur për këtë çështje. Sa ka ndikuar gjesti në gjendjen psikologjike të Eglit? A ka ndikuar edhe jo situata e Nishanit për ta çuar në këtë rëndesë, në këtë largim? Dgjoj, prandaj thash do t'i kthej dhe përgjigjen Arbrit tek faturimi, nuk është çështja që unë dua të bëj gjestin fajtor apo kërkojmë të bëjmë një fajtor. Sigurisht që në jetën tonë, të gjitha gjërat që ne kalojmë ka aktor të ndryshëm që na ndikojnë në një formë apo në një formë tjetër. E vërteta është dhe çdo shikues që e ka ndjekur Big Brother në fanatizëm e kupton shumë mirë që fjalët që gjesti thoshte, përveç se ndryshonin, veprimet e gjestit, siç është më të ne që jemi vajza, ndoshta është dhe kjo pjesa mashkull femër. Një puthje në qafë është një puthje erotike. Pra me veprimet, gjesti atë i ka thënë që ti e imja dhe ne jemi një çift. Dhe është shumë normale për çdo vajzë. Po, ja ta mbaroj dhe s'ka Jo, pak më vonë flasim për gjestin që ta shindajmë gjërat që flasim për të gjitha. Që për një vajzë, në momentin që merr sinjale të miksuara nga një djalë, të kaloj në një gjendje konfuze. Pra unë e kam parë Eglin gjithmonë konfuze dhe kam parë Eglin duke dashur të ruaj dhe besnikërinë sepse ajo është një vajzë besnike dhe duket që është përpjekur që marrëdhëniet i mbaj korrekte me njerëzit, pra mos premtoj shoqëri të mëdha, mos premtoj dashuri të mëdha. Ajo ka dashur që të vetë sakrifikohet dhe i është dukur okej për të mbrojtur besnikërinë që mendonte që i detyroi gjestin. Patjetër që neveria që gjesti shfaqi, sepse ajo është një video shumë e rëndë për pjesën e Nishanit, për mua një reagim i egzageruar, sepse një njeri që mund të ketë fobi Nishane, do ta kishte për çdo Nishan të çdo njeriu. Mendoj që atë e ka tronditur si grua, si vajzë, pra në nivel emocional romantik, se nuk dua ta quaj erotik. Dhe mendoj që ka qenë një nga momentet që atë ka goditur më shumë që mund ta ketë çuar drejt këtij vendimi. Sepse nuk është ajo të dëgjojmë që ti vetë se duhet të kalojmë fal në ajo nuk të thuash dikujt që nuk dua të të prek, nuk dua të të shoh në krevat, është një filozofi më e madhe se sa veprimi, sepse banalizohet për një nishan, u bë për nishanin, u bë për një qime. Ne që jemi vajza dhe gra ndoshta e kuptojmë më mirë Eglin dhe prandaj dhe e kanë mbështetur. Justifikojshme është sjellja e Eglit apo jo? Nuk do doja ta gjykoja nga jashtë a është e justifikueshme apo jo, unë e kuptoj, pra unë nuk mendoj që po shoh obsesion ose shoh një sjellje të pa justifikueshme personalisht dhe unë mendoj që të gjitha ne në marrëdhënie në çift i lejojmë vetes të bëjmë gjëra që ndoshta shoqëtohen dhe ashtu. Më duhet të kaloj tani në hapësirë publicitare, si jemi pas faqe ndonjë me ne.